Debati mbi sheqerin është bërë gjithnjë më i fortë vitet e fundit, sidomos me rritjen e ndërgjegjësimit për ushqyerjen e shëndetshme. Në raftet e supermarketeve gjejmë sheqer të bardhë, sheqer kaf, të papërpunuar, organik apo me emërtime të ndryshme që shpesh krijojnë përshtypjen se disa lloje janë më të shëndetshme se të tjerat. Një nga pyetjet më të zakonshme është: a është sheqeri i bardhë më i dëmshëm se sheqeri i papërpunuar? Përgjigjja e shkurtër është jo. Nga pikpamja kimike, si sheqeri i bardhë, ashtu edhe ai kaf përbëhen pothuajse plotësisht nga e njëjta molekulë, saharoza. Saharoza është një disakarid i përbërë nga glukoza dhe fruktoza dhe është forma kryesore e sheqerit që përdorim në kuzhinë, në ëmbëlsira apo në pije. Dallimi kryesor midis sheqerit të bardhë dhe atij të papërpunuar qëndron në procesin e prodhimit dhe në praninë e melasës. Sheqeri i bardhë i nënshtrohet një procesi më të thellë rafinimi, gjatë të cilit hiqen të gjitha papastërtitë dhe mbetjet e melasës, duke lënë pothuajse 100% saharozë. Nga ana tjetër, sheqeri kaf përmban një sasi të vogël melase, zakonisht midis 1% dhe 5% në varësi të llojit. Kjo melas i jep ngjyrën karakteristike më të errët, një aromë pak më të thellë dhe një lagështim më të lartë. Melasa është një nën-produkt i përpunimit të kallamit të sheqerit ose panxharit të sheqerit dhe përmban sasi shumë të vogla minerale si kaliumi, kalciumi, magnezi dhe hekuri, si edhe gjurmë vitaminash të grupit B. Këto element shpesh përmenden si arsye pse sheqeri kaf konsiderohet më i shëndetshëm. Megjithatë, në praktikë, përmbajtja e tyre është aq e ulët sa nuk ka ndikim real në ushqyerjen tonë. Për shembull, për të përfituar një sasi domethënëse hekuri apo kaliumi nga sheqeri kaf, do të duhej të konsumonim sasi shumë të mëdha sheqeri, gjë që do të ishte e dëmshme për shëndetin. Duke qenë se rekomandohet kufizimi i konsumit të sheqerit në përgjithësi, kontributi ushqyes i këtyre mineraleve është praktikisht i papërfillshëm. Nga pikpamja kalorike, të dy llojet janë pothuajse identik. Një lugë çaj sheqer i bardhë dhe një lugë çaj sheqer kaf kanë thuajse të njëjtin numër kalorish. Diferencat janë minimale dhe nuk kanë ndikim të rëndësishëm në metabolizëm apo në kontrollin e peshës trupore. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është ndikimi në nivelin e sheqerit në gjak. Indeksi glicemik i sheqerit të bardhë dhe atij kaf është shumë i ngjashëm. Të dyja shkaktojnë rritje të shpejtë të glukozës në gjak, duke stimuluar prodhimin e insulinës. Konsumi i tepërt i saharozës, pavarësisht nga ngjyra, lidhet me rritjen e rrezikut për obezitet, diabet të tipit 2, sëmundje kardiovaskulare dhe probleme dentare. Shpesh perceptimi se sheqeri kaf është më natyral krijon një ndjenjë sigurie të rreme. Në realitet, shumë produkte të shitura si sheqer kaf janë thjesht sheqer i bardhë me melas të shtuar për të rikthyer ngjyrën dhe shijen. Kjo do thotë se procesi i rafinimit ka ndodhur gjithsesi dhe dallimi kryesor është estetik dhe organoleptik. Kjo nuk do thotë se zgjedhja mes të dyve është e parëndësishme në çdo aspekt. Në kuzhinë, sheqeri kaf mund të ofrojë një aromë më të pasur dhe një teksturë më të lagësht në disa receta si biskota apo ëmbëlsira me çokoladë. Por këto janë çështje shijeje dhe gatimi, jo përfitime shëndetësore. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se problemi kryesor nuk është lloji i sheqerit, por sasia e konsumuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që sheqernat e shtuara të mos kalojnë 10% të totalit të kalorive ditore, madje idealisht të jenë nën 5% për përfitime shtesë shëndetësore. Në shumë dieta moderne, konsumi i sheqerit te kalon këto kufi, kryesisht për shkak të pijeve të ëmbla, produkteve të përpunuara dhe ëmbëlsirave. Për ata që kërkojnë alternativa, duhet pasur kujdes edhe me produktet e tjera si mjalti, shurupi i panjës apo sheqeri i kokosit. Edhe pse mund të përmbajnë disa përbërës shtesë, ato janë ende burime të përqendruara të sheqerit dhe ndikojnë në organizëm në mënyrë të ngjashme. Nuk ka prova shkencore që tregojnë se sheqeri i bardhë është më i dëmshëm se sheqeri i papërpunuar. Të dy përbëhen kryesisht nga saharoza dhe kanë efekt të ngjashëm në trup. Dallimet në përmbajtjen e mineraleve janë minimale dhe nuk ofrojnë përfitime reale shëndetësore. Çelësi për një dietë të shëndetshme nuk është zgjedhja midis sheqerit të bardhë dhe atij kaf, por kufizimi i përgjithshëm i konsumit të tij dhe përqendrimi në ushqime të freskëta, të papërpunuara dhe të pasura me fibra. Pavarësisht ngjyrës, sheqeri mbetet sheqer dhe moderimi është faktori më i rëndësishëm për të mbrojtur shëndetin.